Biblioteka Halid Efendi në Slupçan. Viti 1992 ishte vit i rizgjimit fetar, kulturor dhe politik. Në aspektin fetar, kishin ndodhur dy momente të rëndësishme, që do t'i japin një frymë të re dhe shumë intenzive aktiviteteve fetare në Slupçan. Rikthimi i Hoxhi Jakub Asipit nga Gjermania në vitin 1990, ku kishte qenë që nga viti 1985 në cilësinë e imamit të Leverkusenit dhe marrja e detyrës së ligjërues në xhamin Halid Efendi në Slupçan. Kjo solli një gjallërim në jetën fetare, por edhe në shumë fusha të tjera ku rinia do të aktivizohet me aktivitete të ndryshme. Por në këtë vit u themelua edhe lidhja e rinisë islame me qendër në Shkup, e pastaj edhe në Slupçan u themelua dega e kësaj organizate rinore. E frymëzuar nga këto aktivitete, rinia e Slupçanit mori iniciativën që të themelohet një bibliotekë në fshat, e cila njërit ishte e para e këtij lloji në tërë komunën e Likovës. Fillimisht u themelua këshilli organizativ në krye me Hoxhi Jakub Asipin dhe antarë të këtij komisionit ishin Feyzullah Arifi, Saad Ramadani, Sabit Sadiku, Bajram Ramadani, Xhabir Ramadani, Azir Avdiu, Mevludin Avdiu, Selim Shabani dhe shumë të tjerë. Këshilli organizoi një mbledhje në xhamin e fshatit me xhamatin së cilit ju prezantua vizioni dhe programi i kësaj biblioteke. Me çfarë rast u mblodh një sasi e konsiderueshme të hollave për themelimin e kësaj biblioteke. Edhe emri ju vendos në atë mbledhje, Biblioteka Halid Efendi, për respekt të hoxhës së famshëm të Slupçanit, Halid Efendiu, i cili kishte shërbyer në këtë xhami që nga viti 1893 e deri në vitin 1933, kur edhe kishte ndërruar jetë. Objekti për këtë bibliotekë u zgjodh te mektepi i fshatit, i cili në atë kohë shfrytëzoi për disa qëllime si ofiqari, klasa të ulta të shkollës fillore, zyra e bashkësisë lokale e më herët edhe si ambulancë mjekësore. Ky objekt ka qenë lënë vakëf nga vetë Halid Efendiu për mektep të fshatit, që do të thotë në përkthim bibliotekë, i cili është shfrytëzuar për mësim besim. Biblioteka u furnizua me libra nga qytetarët që i dhuronin. Edhe pse ishte shumë modeste, kishte libra nga të gjitha sferat, si ato fetare, po ashtu edhe letrare e shkencore. Por pas si vend i librit, bibliotekën rinia e asaj kohe e përdorte edhe për shumë organizime të tjera shoqërore. Organizoheshin kuize të diturisë, aktivitete sportive dhe tribuna fetare e shkencore. Kuizet e diturisë organizoheshin gjatë muajit të Ramazanit në xhamin e fshatit dhe në nivel komunal, ku përfshihej qyteti i Kumanovës dhe fshatrat e të dy komunave. Pra kuptohet në atë kohë komuna e Likovës ishte bashkuar me atë të Kumanovës. Aktivitetet sportive organizoheshin për festën e Kurban Bajramit. Për herë të parë janë organizuar në vitin 1994. E kanë vazhduar si gara tradicionale sportive deri në vitin 2001, kur edhe filloi konflikti i armatosur në Maqedoni. Pas këtij viti nuk kanë qenë të rregullta, edhe pse ka pasur disa përpjekje që të rifillojnë. Në këto gara zhvilloheshin ngarime në gjuajtje me pushk ajrore, tërheqje litari, atletik në disa disiplina, ciklizëm, karate dhe vrapim me kuaj apo siç njihen në fjalorin tradicional ikdile. Këto gara tërheqin shumë pjesëmarrës dhe shikues që krijonin një atmosferë shumë interesante. Siguroheshin shpërblime të shumta dhe atraktive dhe që ndoshta edhe ishte një motiv shtesë për pjesëmarrësit. Një ndër aktivitetet më të theksuara të bibliotekës ishte edhe incizimi dhe shumimi i ligjëratave të Hoxh Jakub Asipit në audio dhe video kaseta, të cilat pastaj shpërndaheshin në të gjitha anët e trojve shqiptare dhe më gjerë. Nga ky institucion u mori iniciativë edhe për botimin e disa librave me karakter fetar, që ishin nevojë e kohës. Po ashtu, për respekt të kësaj biblioteke, edhe pse aktualisht nuk ekziston si institucion, janë botuar edhe disa libra nga autori Feyzullah Arifi në emër të bibliotekës Halid Efendi. Në kuadër të kësaj, biblioteka është marrë edhe me iniciativa për organizimin e emisioneve fetare nga viti 1994 e deri ka mesi vitit 1997 në Radio Albana në Kumanov, kurse nga fundi i vitit 1997 deri në vitin 1999 në Radio Horizonti, e cila ka qenë e vendosur në fshatin Mateq, prej ku transmetoi sinjali. Biblioteka Halid Efendi ishte një fole editurisë, kulturës dhe sportit, nga cila rinia e Slupçanit i pryu shumë lëvizjeve dhe ndryshimeve që kërkonte koha. Ishte institucioni që i dha Slupçanit një dimension jashtëzakonisht të rëndësishëm në shumë sfera jetësore, duke mos e përjashtuar edhe atë politike, sidomos gjatë fillimit të viteve të 90-ta, kur ishin themeluar partitë e para politike shqiptare. Kjo bibliotekë fizikisht ndërproi punën e saj në vitin 2001, kur edhe u bombardua objekti në cilin ishte vendosur.